Presim sinjalizimin e gjyqtarit Mentor Ajeti. Fillon takimi saktësisht në 16, ashtu dhe duelet tjera pra. Ta shojmë çka do të ndodhë tani këtu. Goditja dhe për paksa të mposhtët portieri Ilir Avdyli Rina Metri tentoi këtu. Rasti parë serioz në kombinime të mira të lojtarëve të Malishevës. Etnik Brutja do të provoj goditjen. Bruti intervenon. Ardit Nika. Arkimi fort nga Lima i Tolovia të dhe 1-0. Më duket se është autogol. Malisheva në përsi 29 minuta. Gabon tani Nika dhe ja rasti ideal për golin e dytë. Goditja Gazrolaj dhe 2-0. Brenda 2 minutave Prishtina pëson 2 gola këto. I 12 për top lojtarin e skuadrës së Malishevës dhe Getri Saliu. Goditja nga Getri Saliu dhe shtylla shpëton skuadrën e Malishevës këtu. Avdyli dhe Limaj. Vonot atje Veliu dhe tani goditja këtu. Nga Sinan Kadiri vetëm rjeta jashtme. Goditja direkte dhe intervenimi portierit Ardit Nika. Mjav goditje fort ishte kjo. E rrezikshme pa përshtatshme, por shumë mirë reagon. Muja tani pasimit e Sobovalle, situatë rrezikshme, Sobovalle gjithë. Sobovalle dhe nuk ka penalti, çka bën tani këtu? Të shojmë çka do të cilë kjo aksion i skuadrës e Prishtinës. Goditja këtu dhe 2-1. Minuta e 60, Sinan Kadiri realizon. Nuk pason si duhet tu Halili dhe amundësia për Hazrolajn. Hazrolaj goditja, intervenimi nga Ardit Nika. Lëshon një rast shumë të mirë. Kryeziu atje Muja dhe Sobovalle afro 2-2. Realizon Sobovalle pas dobimit të topit nga ana e Ilir Avdylit dhe vendin e tretë dhe plasmanin në kualifikimet për Conference League.